duaj e tjetërin si që doje njeriu në tënd ose vetë vetën. Në gjithë shkrimet e shenjta vënë theksin tek mirësia, e dashuria për tjetrin. Nuk bëhet kështu. Ç'po ndodh në vendin tonë, po vrasim njëri tjetrin. Po vret nipi gjyshin për t'i marrë 100.000 lekë pension. Ajo. Se kemi gjatë, heqe me këto arsenalin atomik që kanë shumë fizik, rrezik nesër pas nesër doja bëj planeti pluf. Dhe ne të gjithë do marrim fund, do digjemi të gjatë. Jeti shqiptar e tregon më së miri. Nuk ka më dëmshuri për tjetrin. Nuk ka më dashuri për tjetrin. Nuk ka më atë që psikologët e të drejtë e që edhe në themel të jetës. Në dhe shkrimet e shenjta. Se njerëz ishin të që kanë shkuar dhe kuptuan që njeriu ishte armiku i vetvetes. Shikoni planetin sot si po rënkon, po vuan. Nuk e di, po shkojmë drejt, po të flasim si në gjuhën e shoferëve. Po shkojmë, po japim makinës drejt një shkëmbje, do përplasim një shkëmbje. Si e ka nisur planeti, nuk do jetoj gjatë. Qa ajri thipim, çfarë ushqime sham, çfarë ujë pim, si e trajtojmë njëri tjetrin. Njerëzimi nuk do vonoj dhe do jap shpirt. Kështu si po e trajton njeriu planetin tokë. Parajsa për mua ka qenë kjo tokë. Toka i ka gjitha, ka që thonë që i ka bërë Perëndia, mirë. Se dhe feja ka një, nuk është thjesht opium për popullin, është që thotë Marxi. Feja ishte një domosdoshmëri, sidomos ato burra që shkruan atë, e kuptuan, dhe me sot një francez, dhe njeriu i mençur, kur e kuptoi që njerëzit ishin të babëzitur, të mangopur, njeriu ishte gati ta shkatronte këtë Eden, këtë parajsë që është planeti ynë. Dhe frika ime më e madhe është që edhe kur njeriu të arrijë, sikur të arrijë, të shkojë në kozmos dhe të gjejë planetet të ngjashme me tonin, planetin ton, ai do bëj prapë çmos ta shkatrojë jetën e tij. Shumë thënie të bukura, thella filozofike lidhur me njeriu dhe bëmat e tij. Bëmat në thonjë zot. Por një nga mendimet më të nditse, sepse nuk është zbatuar kursi që duhet, është ajo që thoshte filozofi Jan Kant. Ai arkivu ka thënë se ka shkruar si vion. Kjo tokë, ky planet pra, kjo tokë nuk i përket brezit tonë. Atë ne ja kemi marrë ua brezave që do vinë. Që asgjë nuk është e imja. Dhe një mendimtar anarkist ka thënë, prona është vjedhje. Si e shpjegoj? Me babëzinë e njeriut. Babëzia është fundi i botës. Babëzia